Në atë ditë, Pietri mori fjalën e tha: "Tani me të vërtet po e marr vesh se hyje nuk i mban kujt krah. Ju e dini çka ka ndodhur në mbar Juden, duke filluar nga Galileja, pas pagëzimit që predikoi Gjoni, se si hyi Jezusin prej Nazaretit e shugëroi me shpirtin shenjtë e me pushtet. Atë që e përshkoi vendin duke bërë mirë e duke shëruar të gjithë ata që kishin rënë në pushtet të djallit, sepse hyi ishte me të. Ne jemi dëshmitar për të gjitha që bërin në mbar krahinën e Judes e në Jerusalem, e vran duke e varur në shtyllë, hyi e ngjallit të tretën ditë dhe bëri që të dëftohet i gjallë. Ju mbar popullit në përgjithësi, por dëshmitarve prej hyjit të paracaktuar, neve që bashkë me të kemi ngrënë e kemi pirë, pasi u ngjall prej të vdekurish. Ai edhe na urdhëroi t'i predikojmë popullit e t'i japim dëshmi, si Jezusi është prej hyjit i caktuar gjykatës, i të gjallëve e i të vdekurve. Për të bëjnë dëshmi të gjithë profetët, në fuqi të emrit të tij, i jepet falja mëkateve secilit që beson në të. Lavdërojeni Zotin sepse është i mirë, sepse e përjetshme është dashuria e tij. Le të thotë tashti Izraeli, Zoti është i mirë. E përjetshme është dashuria e tij. E djatha e Zotit u madhërua, e djatha e Zotit me lartësoj. S'do të vdes, të jetoj dua, do t'i kumtoj veprat e Zotit. Guri që qeten jashtë përdorimit ndërtuesit, erdhi e u bë guri këndit. Zoti e bëri këtë gjë, sa mrekulli për sytë tanë. Vëllezër, nuk ju vlen gjëkrenaria, po a nuk e dini se pak tharm e brumos mbar brumin? Pastroni prej tharmit të vjetër, që të bëheni brum i ri, sikurse edhe jeni të pa brum, sepse Krishti që e ngjyni pashkëve tani më është fliuar, andaj le të kremtojmë, jo me tharmin e vjetër, as me tharmin e zemrës së keqe e të ligësisë, por me bukë të pabrume, të pastërtisë e të vërtetës. Flijes ngjallur të pashkëve tona, ti këndojnë kështerit goja goja, qengjë delet i liroj, mkataret Krishti i shërboj, me atin duke i pajtuar. Jeta e vdekja në dy luftim, u përleshën mrekull shqim, prisi jetës vdekura, por unë gjallë sondon panda. Na trego ti o Mari, çka ke parë me ata sy, kam parë varrin e Krishtit të gjallë dhe lavdinë e atij që unë gjallë. I pashenquj dëshmitar, rizën petka dvena pal, unë gjallë Krishti e imja shpres, para u del në rreth Galiles. Unë gjallë Krishti për një mend, mbret fitues me shirë për gjithë kënd. Amen, aleluja. Kur kaloi e shtuna, Maria Magdalen dhe Maria e Jakobit e Saloma blen erërat e mira për të shkuar ta përrojnë Jezusin. Të parën ditë mbas të shtunës në mëngjes, shumë herët në të lindër të diellit erdhen te varri. I thoshin shoqja shoqës, kush do të na rrokullis gurin për grykës së varrit. Shikuan kur që guri ishte i rrokullisur, ishte vërtet i madh fort. Ato hynë në varr, e pa një gjelosh ndenjër në anë të gjatë, të veshur me petë të bardhë e u trembën. Por ajo tha, ju mos u tremni, ju kërkoni Jezusin prej Nazaretit të kryqëzuarin. Ajo ngjallë nuk është këtu, që vendi ku e patën vend. Shkoni dhe thoni nxënësve të tij, veçanërisht Pietrit.
po shkon para jush në Galile, atje do ta shihni sikur ju pati thënë. Ato dolën dhe ikën nga varri, sepse i kapi frikë e madhe dhe tmerri. Si treguan askujt asgjë, sepse kishin frikë. Përshëndetje miq të dashur, përshëndetje gjithë ju që e dëgjoni me vesh tuaj dhe e shikoni këtë video të përgatitur nga stafi i Radio Marisë në Kosovë, dhe më lejoni qysh në fillim të këtij komenti të shkurtër që të shprehi urimet dhe përgëzimet më të përzemërta për festën e Pashkve, për gjithë ju besimtar të besimit katolik, për gjithë ju që festoni, për gjithë ju që gjendeni qoftë në Kosovë, qoftë në Shqipëri, qoftë gjithashtu edhe në diasporë. Pra, është kjo festa e Pashkve, festa e ringjalljes së Zotit tonë Jezu Krishtit, është qendra dhe kulmi i fesë i jetës sonë dhe i gjithë asaj që ne besojmë. Sigurisht që secili prej nesh është përgatit gjatë kohës së kreshmeve, nëpërmjet lutjes, uratës, pendesës, veprave të bamirësisë, dhe në mënyrë të veçantë jemi munduar dhe jemi përpjekur ta jetojmë sa më mirë javën e madhe, dhe duke u përqendruar dhe fokusuar sa më shumë tek traditshi i Pashkve, që është e njëjtja madhe, e premtja madhe dhe e shtunja madhe. Dhe tani gjithë bashku po e përjetojmë si vëllezër e motra festën e ringjalljes së Zotit tonë Jezu Krishtit. Është kjo një festë gëzimi, është kjo një festë shprese, është një festë e ripërtritjes së gëzimit dhe të besimit tonë në Zotin. Në mënyrë të veçantë, kjo festë e Pashkve dëshiron që të na sjellë këtë porosi. Është porosia që e gjejmë në Ungjil, ku një djalosh me petkë të bardhë, i cili ishte një angjull, dhe na jep një porosi dhe na thot: ju mos u tremni, ju kërkoni Jezusin prej Nazaretit, të kryqëzuarin, ai u ngjall nuk është këtu. Që vendi ku e patën vend. Ja pra, të dashur miq, kjo është shpresa jon. Kjo është gëzimi ynë. Krishti nuk është i vdekur. Krishti është ngjall. Dhe me ngjalljen e vet na ka mundsuar secilit prej nesh, secilit besimtar, secilit të krishten, secilit që beson në të, ta ketë jetën e amshueshme. Edhe ne sot bashkë me Krishtin mund të ringjallemi. Edhe ne bashkë me Krishtin mund të ripërtrihemi shpirtnisht. Edhe ne bashkë me Krishtin mund të ringjallim në zemrat tona shpresën, fenë e mbi të gjitha dashurinë. Por sigurisht që kjo festë e Pashkve, kjo festë e ringjalljes, ashtu sikur që e kishte kuptimin edhe festa e Pashkve hebraike, që do thot pikrisht një kalim, dhe festa e Pashkve hebraike e kishte kuptimin që populli i Izraelit të kaloj prej robrisë egjiptianëve në tokën e premtuar, ndërsa për ne të krishterët festa e Pashkve gjithashtu është një kalim nga gjendja e mëkatit, nga mëkati, nga robria në lirin e bijve të hyjit, në jetën e re të hirit. Ja pra, të dashur miq, kjo është edhe porosia e kësaj feste
të ringjalljes së Zotit tonë Jezu Krishtit, që ne zbashku me Krishtin të vdesim për nga mëkati, për nga e keqja dhe të ngjallemi në të mirën, të ngjallemi në fe, të ngjallemi në shpresë dhe të ngjallemi mbi të gjitha në dashuri. Në dashuri ndaj Zotit dhe në dashuri ndaj të afërmit. Edhe një herë në emër të gjithë stafit të Radio Marisë në Kosovë, gjithë juve ju uroj për shumat festën e Pashkës.